Djerës sa juaj është parfumi që sakrifikoni këtu për na me 25 ditë për para një pishe të tërbuar që nuk dorëzohet. Nuk dorëzohet se ka husurin në kuris. Është hajdut kontributesh që përmëndi artisti. Është gjithë Shqipëria dëshmëtare, Tiranë dëshmëtare, kur unë kam shkatruar pakun e mia për balë krimit organizuar, miqve të ti kriminel, bandita të regjur, Cosa Nostra që quaj unë. Edhe gudzoj të më grabishtë të kontributin. Kam bërë shkrimi para shumë vitesh. E Tirana kjo hajdut kontributesh. Më puti dhe mik, pas pushova, e pastorova. Ata që vjenin kontributin e vjenin e parat e popullit. Mjafton, gudzoj, për i do, bashkë me ato që është dhe burë, dhe e kam sterësht, po paguan haqet e popullit. Bashkë me të bashkërët e nivel që një televizion e glorifikoj, të shorin e jo njerës të korruptuar. I edukoj me njerës të bërë modeli, hajdutët modeli turk. Atëherë, tani ka ndritur, po futem një qikë në politikë dhe mlejohet. Shërinia, jemi gjenerata tjetër, ta janë gjenerata Z, Alfa, po dhe ne jemi pas, nuk jemi ignorantët. Kur vajzha ime fali këtu, ju e mirë pritën me dashuri dhe respektet dhe ju falenderoj shumë. Një zotri ishte këtu të hajde fol, jo i thash foli vajza, e ka natë në saj. E po fjalla jote është nërse, jo i thash është më e mirë se unë. Se u kemi edukuar, u kemi shkolluar, kemi hesur maskënve tuaja, që të bëjeni të zotë, të denjë, pra dheun, edhe artikuimi të danderoni. Ama mos haroni, se ju s'mund jeni ata që jeni sot, pa ne. Si kundër nesër ju me fëmijët tuaj, ata do jenë, nuk mund t'jenë pa ju. Luan me fjalë se është në ditë të rënë atjetë s'ti, da quan e anti-Amerikanë. Dëgjoni miqtë e mi, Shtetet Bashkuara të Amerikës, ambasadë amerikane. Populli që ka vuajtur më shumë nga diktaturën e Hoxhës, e kanë pakuar ata që mëses në Amerikën janë pushkatuar, ekzekutuar, vrarë, luftkrasash, rase këtyre. Nuk jam ekstremist, sepse ju e dini që u kam punuar në shtet, dhe shteti është i popullit, nuk si këtyre, nuk si partive. Tani ka filluar lëviz levat e veta për të mbrojtur. Zoti Lamavari, ministri i brendshëm, deklaroi para 2 ditë se ishte Edi Rama që vajti në Serbi, në Beograd dhe foli për pavarësinë e Kosovës. Zoti Lamavari të ka përdorur se ti zgudzon pa lejen e tij. Nukja Edi Rama, fjallë Edi Ramës është fusë sapuni. Kosovën e shiroj vetë Kosova me mbështetje në fushiret të mëdha. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britanisë Madhe, dhe pa ata, kundërisht e Kosovës sot, jemi minjos. Më vjen keq për 2 figura politike, një në Kosovë në Maqedoni. Ramush Haradinaj deklaroi që më vjen tupë që jam Kosovar për Kosovar që vinë tu, në protest. Ramush Haradinaj, ne e njojmë shumë mirë historinë. Nuk po them që ka qenë trege dhe gjusë në burg në Hag, i akuzohë për krime lufte. Ke ma pafajshi, po atë e di veti pafajshi, se pafajshi e konë dhe para, po t'i ka dhe në Haga. Po të them një gjë këtu në sheshi. Këtu në shesh janë 2, ne na ju i themi qylafe dhe ju i thoni plis. Një është me Shqipojnë e zezë dhe tjetër ishtë i bardh. I bardhi është i Krajinis Veriut. A i me Shqipojnë zezë me i pishtë këtu. është i jugut, është i Vita Frashërit,
si krajinës Jugut dhe Kosovarët e ka mbrojtu. Dhe ka harruar Jugu, ka harruar dhe Dukati, ka qenë mbledhje e bati kombëtar. Dhe komunistë kanë shkelur në 45 në fshat, se kanë bërë luftë lavdrasje me njëri tjetrin, të ndikuar nga serbët, i çivëllarës e tyre. Më të gjohë, i nderuar, qofse je, çdo të thotë dy shilafët në shqipojnë në zezë. Është vllazëria shqiptare! Nuk ka zotësi në ndanë. Ramush është vllazëria. Ramush Haradinaj e mos haro. Bandat komuniste në 25 mbritën në Kosovë dhe kanë ekzekutuar nacionalistët. Masakrat i Barit, Shefqet Peçi, Talindreu, Gjinmarku, gjithë kriminalat e luftës, pranë djemtë në nëtë. Da i një këtu, nuk i dërgon Albi Kurti. E kupton, armiku juaj, se fiton në atje në mënyrë të ndershme, i bëzgjene për natitës. Në anë tjetër e zotit i Macedonisë, Alianetaj, i është e shqetësuar marxist-leninisti se e njohim ne jemi gjenerat e vjetë koske vjetër. Na i të tritet e nga të gjojnë e jetë nga pyesin. Se, kur të bëjnë mos të të gjojnë? Ama, edhe në qenë ignorant, apo jo? Alianetaj deklaroi që notë të Shqipëri, turistat, Alianeti, turistat vazhdojnë edhe kënaqen kur shohin tu protestë paqësore, ka marrë vesh gjithë bota. Nga Shqipëria, Europë, Zelandereja, Australi, Amerikë, po, se janë shqiptarë të shëpët e pamshëm. Në gjithë botë, demonstrarë për paqësore nuk ka për vaki, se ne ishëm mësuar në Molotov, jo Molotov, jo pluma. Aliameti, sigurisht nuk vjen elita e turizmit, vinë, i kemi parë, ama vinë. E di pse? Se deti Adriatikët dhe Dion janë zhytur nga ulët e zeza. Gjithë lumen dhe Shqipërisë ulët e zeza i tërgjën det. Adriatikët e Jon është detimi pisër i rajonit. Të njëtë qinjë zëvëndet para, Greqia, Italia, investojnë. Ky individ, ky e gjuat piktorin, dhe njofin gjithë, shumë kushe ku shumë pa. Kujton se François Mitterrand do e mbroj, i da ato duar të thonë nga Elbasani a osoj, borët japin dorën, edhe ikin. Ma jepe dorëheqe, Rama jepe dorëheqe, Rama banditi jepe dorëheqe. François Mitterrand ke për gabimin më fatal të politikës tonë e ke dhënë dorën Kadafit Shqipërisë. Do përfundoj si Kadafi, nëse nuk largohet në mënyrë paqësore. Do tërhiqet në ato shtrafën e vet dhe të paguaj gjithë ka bërë mik të popull. Mik popull të mirë. Edhe kushtet i Donald Trump. Hajde investo për një spital onkologjiku se po të bërron populli. Mos të pasohet e mjerini, që është vafri ekstreme. Hajde si pas regullave, sepse ty është qiflikari, ty është pronari, ty është pyet populli, zoj me i për të a priori. Na ka sklevor, nësë jemi sklevor, kemi vodë shumë, kemi 81 vjetë në studim në bolshevikëve, kemi të fundit. Shqiptar ku jeni, policia shtetit, keni kujdes me popullin. Hapi sytë, mos bini pre, se jam djemë tu, jam vlezit tuaj, nëna tuaj, jam të shesh. Ngrevni Shqipëri ku jeni, ngrevni Sarahat në Lora, Kosha, Dursi, Terni, Shteshti, rrëf të rinia Europiane, rrëf Shqipëria e Europiane. Rama jepe dorëheqe, Rama jepe dorëheqe.
Të dashur qytetarë shqiptar, kudo që ndodheni në çdo lloj cepi të botës, sado politika është shumë e pisët në gjithë llojin e vet, dhe ne e dim sepse politikanët luftojnë për karrige, për pushtet, për të gjitha. Këtu flitet për kombin shqiptar. Këtu flitet për vëllezërit dhe motrat tona. Sado Ali Mehmeti, kryetari një partie andej, sado ky tjetri Ramush Haradinaj që ka folur, por janë vëllezërit tanë dhe nuk dinë se ç'a bëjnë. Edhe vëllezërit e vegjël gabojnë.